Jo, lutem, Mustafa. A ka pas një hap, një veprim të vetëm, të vetëvendosjes, prej 2020 e këtej, për me arsyetu gjakun e derdhontar Ben Xheladinit e Monbarit. A ka pas një veprim të vetëm me ndru flamurin e Kosovës? A ka pas një veprim të vetëm me dhon tekst himnit Kosovës? A ka pas një veprim të vetëm me liru Kosovën nga mbikëqyrja ndërkombëtare? Kështu që të lutem, nëse bashkë po doni që po do të përparimi mi gjetë behon e pavarësisë, tregoni e kam pas kauz të vërtet atëherë apo jo. Absolutisht. Prej që janë vendos. Jo, prej që janë vendos në zyret pushtetit. Prej që janë unë në zyret pushtetit. Asnjëherë mo nuk i kanë gjetë behon e kësaj pavarësie. Asnjëherë. Ajo ka qenë një kauz manipulative për ka qytetar, cilën kauz e kanë trahtu. E kanë trahtu në momentin që ju në zyre të pushtetit. Kur mua nuk kënë marrë me atë kauzë. Kështu që nuk mujmë na me arsyetu ato kauzat atëhershme dhe mi këthy prap njetë për shkak se kanë qenë. Me që intervenoj muja, le të vazhdoj këtë temë muja, pas të kthej me Korçën. Ose nëse ke diçka tjetër eventualisht pastaj. Pavarësia e Kosovës është arritja më e madhe mbas vitit 1912. S'ka fjalë. Por se për mbajtja e saj na lënë shumë për me dëshirue. Po jo mos ne ashtu. Ku e keni vend të ndreshim bre? Ku keni vend e kanë mundësi. Se një pakic e tillë, çfarë është pakica serbe, ta bllokon këtë shtetin. Po se bllokon shtetin, kur se ka bllokuar? Ndroi ligji për arsim të lartë. Ç'ndroi ligji për arsim të lartë? E kena